Përveç pasionit për futbollin ku paguhet 8.600 euro në muaj si drejtori i klubit Partizani, përveç biznesit me call centerat dhe pazaret me kompanit kineze të karburanteve, prej 8 vitesh Olsi Rama zhvillon edhe biznes lulesh. Në datën 22 maj 2018, Olsi Rama bashkë me shtetasin Fation Sheu ka themeluar firmën Eurogarden SHPK në ortakëri 49% dhe 51% dhe me kapital 100.000 lek. Objekti i këtij biznesi është krijimi i fidanishteve për lule, krijimi i parqeve natyrore, lulishteve publike e private, ndërtimi i impianteve për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra publike dhe shitja e luleve për dekorime për të tretot, hotele e komplekse turistike. Sipas informacionit të ardhur në pamfleti, firma Eurogarden SHPK e Olsi Ramës ka kryer shitje dhe shërbime dekorimi me lule të mjediseve në aktivitetet qeveritare të institucioneve të tjera në varësi të pushtetit të vëllait kryeministër. Mendohet se janë rreth 6 milionë euro në 8 vite aktivitet të përfituara për shitje lulesh e dekorime mjedisesh të nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, Agjencia e Parqe e Rekreacionit të Tiranës, nga disa ministri, nga Bashkia Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier dhe nga institucione të tjera në varësi të qeverisë, madje edhe nga kopshti i Eden në kryeministri. Në ekstraktin e firmës Eurogarden SHPK të Olsi Ramës, të pasqyruar në qendrën kombëtare të biznesit dhe në bilancet vjetore tatimore, nuk janë deklaruar fondet publike dhe as të ardhurat private që ka përfituar. Madje gjatë 8 viteve aktivitet, firma Eurogarden SHPK ka deklaruar bilancet vetëm për vitet 2020-2022, nga të cilët 2 vite me humbje, shifra që nuk përputhen me xhirot financiare, pasi humbjet për një vit dhe fitimi për një vit tjetër janë deklaruar më të mëdha se vlerat e xhirove. Ligji i detyron bizneset të deklarojnë të ardhurat, shpenzimet, fitimet, humbjet, dokumentat dhe të dhënat për kontratat publike e private, transaksionet dhe vlerën e kapitalit, ndërsa Olsi Rama dhe ortaku i tij nuk kanë deklaruar asnjë të dhënë për vitet 2018-2019 dhe 2023-2025, por shefat e tatimeve dhe qendrës kombëtare të biznesit ka lejuar biznesmenin e luleve Olsi Rama të mos deklarojë të dhënat e aktivitetit financiar për 5 vite, një lloj siç kanë lejuar për 8 vite shoqërinë Air Albania të charterit të Edi Ramos. Më 19 korrik 2022, ortaku Fation Sheu, pjesën 51% aksioneve në firmën Eurogarden, ja dhuroi punëtorit të tij, Ersen Rama, ndërsa vetë ka qëndruar punëtor kultivimi lulesh, duke qenë një nga 4 punëtorët që ka kjo firmë me qendër në Lundër të Tiranës.